Çmimet e ushqimeve bazë vazhdojnë të rriten në mënyrë të papërballueshme, ndërsa pagat mbeten të pandryshueshme. Sot familjet shqiptare janë të detyruara të llogarisin çdo lek për bukën e përditshme, kurse pensionistëve të lënë arrest u duhet të zgjedhin mes ushqimeve, ilaçeve apo ngrohjen. Paradoksi më i madh është se ushqimet bazë si mielli, orizi, qumshi, veza, makaronat apo perimet në Shqipëri kushtojnë shumë më shtrenjtë se vendet e Bashkimit Evropian, ndërkohë që pagat dhe pensionet janë ndër më të ultat. Por qeveria jeton në luks, sepse vetëm vera e kryeministrit kushton 33.000 euro. Kopshti Eden, i ndërtuar në kryeministri vetëm për estetik, ka kushtuar mbi 4.2 milion euro. Pa përmendur udhëtimet charter të kryeministrit që kapin shifra miliona euro. Ndërsa qytetarët varfërohen, shteti mbledh gjithmonë më shumë të ardhura nga rritja e çmimeve. Por këto të para nuk thehen mbrapsh qytetarëve me shërbime, por ato shpërndahen pranë oligarkëve. Vetëm për tunelin e Llogaras u vodhën mbi 75 milion euro. Rrugët e Florintas si Unaza e Madhe ka kushtuar mbi 450 milion euro. Incineratorët që nuk punuan kurrë përpin mbi 400 milion euro. Parat janë, por ato nuk shkojnë për mirëqenien e qytetarëve, ato përdoren për të pasuruar këtë qeveri dhe klientët pranë saj, pasi kjo qeveri punon për një grusht njerëzish dhe jo për qytetarët që mezi mbyllin muajin.